Albania Radio, she's on air. Asnjëherë nuk do të jemi si më parë. Asnjëherë nuk do besoj që jemi ndar. Asnjëherë s'do të di të jetoj unë jo pa ty. Asnjëherë unë dhe ti s'do të jemi dy. Jemi rikthyer në She's on Air në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital me Melisa Manuka. Mirë se erdhe Melisa. Faleminderit shumë, mirë se ju gjeta. Shiko, është më mirë kur je e ftuar se sa kur prezanton, se e tentova unë tani dhe heq dorë, vazhdo në gojë. E shikon të pëlqen të vetë e ftuar besoj, jo? Jo, më duket vetja e çuditshëm kur flas në radio dhe kam vënë kufje tani. Eksperiencë interesante është dhe zëri im më duket shumë i çuditshëm. Oh. Melisa nga Talent në shtëpi. Një personazh u bë viral goca në rrjetet sociale, ka bërë namin me performancën e saj. 10 me yll dhe 10 me yll edhe nga ne tani apo jo? Patjetër. Ishin ato 3 pesat që u ngritën kështu sa hapën mbyll syt, pa thënë asnjë koment asgjë. Direkt në nota, si u ndjeve ti një herë? Atëherë, emocione të pa, nuk di se si ti përshkruaj, domethënë ishte një kam ngelur e habitur se nuk e prisja. Kam pasur emocione gjithë kohës që kam kënduar, të them të drejtën, edhe pothuajse nuk kam parë asnjë nga publiku, thjesht kam pasur marrëdhënie, siç e ka thënë dhe si driti, kam pasur marrëdhënie më shumë me dyshemen se sa me publikun, sepse pavarësisht një këngë e vështirë, edhe mendoj që arrita shumë mirë. Një këngë e vështirë e cila erdhi me energjinë e duhur nga ty dhe besoj se nuk e lën not pa kapur pavarësisht emocioneve. Po si nisi eksperienca jote me muzikën? Atëherë, eksperienca ime me muzikën ka nisur 7 vjeçe. Për herë të parë jam ngjitur në skenë. Talentin ma ka zbuluar mami. Mamin e kam pasur gjithashtu artiste, po mami ka qenë në një drejtim tjetër, është marrë me kërcim, me valle, dhe kështu në 9 vjeçare pastaj me zyshën, me koncerte për fëmijë, kështu derisa nisa edhe gjimnazin, e kam bërë për kanto, liceun artistik. Universitetin jo për muzik, në një drejtim tjetër për regji teatri dhe aktrim. Dhe ja ku je. Ti jemi kesh edhe me Suelen, apo jo? Me Suelen që kemi patur këtë sezon. Shoqe të ngushta, po ti pse s'na erdhën në Portokalli? Kë imiton, ti imiton? Ke ndonjë personazh që imiton? Ta sprovojmë pak edhe talentet tënd në aktrim. Tani pak vështirë. Pak vështirë. Një këngëtare për shembull që e bën zëri njësi ajo. Që transformon si Celine Dion. Whitney Houston. Rita më jap të mirë. Shiko, unë po zbuloj edhe një detaj tjetër, me që ma dhat mikrofonin goca tani do m'duroni. Me Melisën kemi qenë edhe te Gurra Popullore. Më the që studimet i ke përfunduar për kanto, këndon muzikë moderne, gjithashtu muzikë popullore. Si arrin ta bësh të kalimin nga një zhanër tjetër? Të them të drejtën, të këndosh edhe popullore është mjaft e vështirë. Po unë si fillim e kam nisur me popullore, me koncerte në Pallatin e Kulturës, me grupin atje, me çifteli, me lodra, me instrumentet që bëjnë muzikën popullore, edhe kështu, nuk është se ka teknik tjetër, po unë mendoj që i menaxhoj mirë të dyja. Ti Adel më së miri mban që të bësh virale me të gjitha zhanret. Tani e bën virale edhe te Gurra Popullore me Aredinën, edhe në Talent në shtëpi. Doja dalësh njëherë edhe në radio, ta provojmë një refren. Hajde njëherë. Po i vjen oradi, i se valo ku janë këto malet e di, i se valo ku janë këto malet e di brës.
do të thotë ti je E kur e talent. kalon këto emocionet në këtë lloj mënyre, është se disa ta herë që ti vajzë bën dhe vazhdon ta bësh. Ndalo të lutem. Po në fakt Që- kam që pasur them një- edhe fatin e mirë që të kem dëgjuar kur kemi qenë me të guximshmit në fakt në Dibër, ka qenë para disa javësh. Nuk e kam ditur në fakt që ti do kisha kaq bum dhe kaq sukses direkt, për shturoj patjetër më të mirat edhe Faleminderit atë ditë shumë. na ke ofruar emocione të thella patjetër. Shumë E faleminderit. pas kemi dëgjuar të gjitha me Lisën se kemi qenë bashk në një udhtim të dyja edhe u vendos kënga e Haredin Pashës dhe unë thash, ua sa version i bukur nga një vajzë në YouTube. Kur një moment dëgjoj Duar Trokitje, kthej kokën, ishte Melisa me një mikrofon në dorë duke kënduar. Thash, wow, fantastike. Melisa, kur e kuptove ti që muzika nuk ishte thjesht një pasion për ty? Po duhet vazhdoje përpara për. Nuk ka pasur një moment, të them të drejtën, po duke punuar, duke u marrë me muzikë gjithkohë, sepse është pjesë e imja në çdo ditë, edhe duke u praktikuar, duke marrë pjesë në për koncerte, duke u vlerësuar në çdo dalje time, atëherë kështu. Si ka qenë vlerësimi, si e ka reaguar Melisa me vlerësimin që ka marrë mbas talent në shtëpi dhe mbas putatës të parë që ti pata atë? Nuk kam fjalë, siç e thash edhe në fillim, emocione të pa përshkruara, por reagimi i babit kur ka mbaruar, i motrës që ka qenë në backstage, i mamit, familjarëve, ka qenë mjaftueshëm i gëzueshëm për mua, sepse normalisht ato i kam emocionet që ti çaj kishe. Patjetër, ato më udhëheqin, më këshillojnë, i kam kudo me vete, madje jam edhe me babin. Mbasi ka përfunduar performanca jote kur i ke takuar, të kanë bërë ndonjë koment? Kam mamin pa kritike, të them drejtën, edhe shpatullat. Drejtoj. Mami, jo, do perfekcionin o s'ka. E thash mama, po drejtohuni mama. Me që nga fjalla, drejtoni Dhe i thash, nuk i bëj dot të dyja, duke qenë se kisha edhe një material të vështirë, do bëja o njërën o tjetrën. E kisha mendjen te materiali dhe besoj se kam dalë mirë, edhe me shpatullat, po edhe me material. Po Melisa, si e pritet ti gjithë të viralitetin, xhiron e rrjetit që bëri performanca jote, komentet që more? Nuk e kam pritur, të them të drejtën, Hajredinin e prisja se e di që herën e parë E kishte bos sefta atë. Pritet edhe tani radhës. Hajredini e prisja, po kaq shumë dashuri nga publiku nuk e prisja, komente pozitive pafund, dashuri mjaft e madhe, edhe jam akoma pak e hutuar edhe akoma nuk jam mësuar me faktin që tani po më njohin të gjithë edhe po futem në atë rrugën që unë kam Shqyr që dashur. jetë njerëzit që komentojnë pozitivisht se fota zungta me komente. Cili është një koment që ti të ka ngelur më shumë në mendje? I ke lexuar, besoj. I kam lexuar edhe të them të drejtën të gjitha janë të bukura. Për sa ku janë pozitive, të gjitha janë shumë nga bukura. komentet e Juris. A cilëson një apo të gjitha kanë? Më mjafton reagimi i tyre me pikët maksimale, me notat edhe Po me Eglin do ta bësh bashkëpunimin? po, patjetër. Keni folur? Nuk kemi pasur mundësi të flasim, se të them të drejtën kanë qenë të ngarkuar, po patjetër. Çfarë do jetë? Balaz, diçka ritmike? Do ta shikojmë. Na the asnjë sekret. Cilat janë atëherë planet dhe projektet e tua në muzikë në vazhdim? Atëherë, përveç se të kem një karrierë mjaft të arir në muzikë, dua të kem një album timin me këngë, të frymëzoj talentet e reja mbase edhe të jem një shembull mjaft i mirë për talentet, për moshatarët e mi dhe kushdo që ka qef muzikën. Po përveç Eglit, një emër tjetër artisti, djalë, vajzë, këngëtar i njohur, me cilin ti do doje shumë që të bashkëpunojë. Ndoshta bëjmë edhe një propozim tani në radio, dhe mund na dëgjojë, dhe mund të vi një ide. Cili do të ishte një emër? Vetëm një. Dy. Top 3, Do doja shumë me që pata fatin edhe ti takoj edhe të më kritikojnë Bardhin dhe Sidritin. Kështu që Po Krusita. Krusitën e kemi në bashkëpunim me Eglin. Kështu që Na thuaj një emër tjetër, jo nga ata që kemi brenda rrethit ton. tjetër. Këngëtari jot i preferuar, po Vjen themi tani. shqiptar.
Mjeca. S'pëlqej kjo asnjëri. Jo, i pëlqej. Ndoshta pëlqen më shumë se çdo herë ka vetëm një emër. Po mirë. Kam një emër konkret. Tani nuk kam një emër konkret. Shumë mirë. Nëse të kujtohet më vonë, e thuaj. Po më kujtohet më vonë do ta them. Na trego pak, kush është ëndra jote më e madhe që do ta arrish si artiste? Ëndra më e madhe të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision. Është vërtet një nëse do bëja një kështu, si quhen, të merja shënim se çfarë do të më thoshte çdo talent që vinte në talent në shtëpi, ëndra e tyre më e madhe është Eurovisioni. Dhe vërtet ja uroj të gjithëve, patjetër dhe ty Melisa. Faleminderit. Unë dua prap pak emocion nga ty. Okej. Duam një nivel vështirësie si Whitney Houston. Unë mendova të vija me një këngë Dibrane. Oh. Po mund ta bësh. Mundem. Ku je ti moj bia e nanës o, ku je të vejna na moj kanën o, hajde mori bika nardë shoqeto, qo e mire nanës hiqe valeno. Melisa, faleminderit. Zyrtarisht bëj tifo për Melisë. Melisa përfitore. Shumë faleminderit. Po një refren nga Whitney Houston, me që kemi përzgjedhje dhe preferenca muzikore, mbyllim me këtë. I have nothing. Hajde. Okay. Harova refrenin. But don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Or must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Me që më the me këtë do të bëja bashkëpunim se tani nuk me Elita 5. Ikonika. Ja, Blenda mendonte. Nuk e prita. Vërtet nuk e prita. Ne të falenderojmë vërtet shumë Melisa. Faleminderit Të urojmë shumë suksese në talent në shtëpi, por edhe në të gjitha projektet që ti ke në plane në vazhdim. Shumë jeni shumë të mira dhe shumë pozitive. Faleminderit. Falenderojmë dhe ne vinën ndërkohë. Po, shumë kënaqësi. Unë doja të ju Nuk do të shironi. Ju premtoj do vi prap në një moment tjetër se po më shionte shumë. Qëndrimi këtej nga kjo anë. Ishte shumë kënaqësi goca, faleminderit, jeni shumë të mira dhe vazhdoni që ndroni me Top Albania Radio.